Gjithashtu po thotë që norma e inflacionit është rreth 7.5%, po kjo është nëse shtrihet në të gjitha produktet, në kona e dim që në produktet bazë inflacioni mund të shkojë deri në 20%, dhe shporta e konsumit bazë te familjet në nevojë është ajo që e rëndon më shumë edhe buxhetin familjar të asaj familje. Në para 2-3 vitesh është bën një studim i NDI-t dhe ka rezultuar që 60% e pagës së familjeve kosovare shkon në konsum bazë, veç për shportën bazë të konsumit. Domethënë për 500 euro më të shkutit 300 euro të rrogës veç në konsum bazë, kjo është gjendje e rëndum ekonomike dhe sociale për qytetarët që ti i qeverisë. Dhe krahas kësaj është shtrejtur rryma një 4 herë, kjo e ka rënduar edhe më shumë buxhetin e familjeve kosovare, dhe shteti po do këtë një lloj shpëtimtari i stisun, se në fakt shteti është dashur me ndërmarr hapa dhe veprime strukturore për me zgjidh çështën. Për me përmbyll, zoti Morati, në pikpamjen tim, nuk e di nëse është analogjia e duhur. Le ta supozojmë që me që çdo shoqëni ka shtresat e saj në nevojë, le ta supozojmë që është një grop aty me shtresat në nevojë. Dhe dora e shtetit në pikpamjen tim është për me zgjat pra ndihmën dhe me nxjerr ata qytetar nga ajo grop. Dhe ju çka po bëni? Ju po i lëni aty e non-stop, ose vit mas viti, ose çdo 6 mujor, po ja hudhni nga 100 euro, po them kështu, mbele kjo është edhe faktikisht nuk është as figurativisht. Pra, papunësia tek të rinjt është në masë të madhe e lartë, ikja po ashtu është në masë të madhe e lartë, dhe na, se me thonë, reagojmë, po nuk kemi politika afatgjate se qysh kjo pako, ose këto pako, kishin mujt me ndërtu një strategji ekonomike që nuk shkon në konsum, po shkon në prodhim, në industri apo çfarë do qoftë. Kjo besoj mundna edhe me trajtu tutje. Po nuk dini se pat pyetje në konstatime, megjithëse konstatimet ishin shumica të gabuara. Cilat? Dhe të pabazuara në asnjë shifër, asnjë statistikë. Pra thus ka pas politika të mirëfillta sa i përket mirëqenies për qytetarët. Domethënë këtu janë politika ad hoc të njëhershme. Unë siç e thash, kjo është për situata të veçanta, pakoja për përballje me inflacionin kemi pasur në vitin 2022 dhe tash. Pra janë dy situata kur shkalla e inflacionit ka shku mbi 5% dhe është pa arsyeshme pra që qytetarëve në mënyrë të njëhershme t'u dilet në ndihmë. Mirë, po kjo nuk nënkupton, ashtu siç u mundua ta paraqisni ju, që qeveria nuk ka vënë veprime të tjera sa i përket mirëqenies së qytetarëve. Për shembull, i kemi shtesat e rregullta të fëmijëve, s'kan qenë fare. Secila familje që ka fëmijë merr shtesa mujore. Janë 406.000 fëmijë përfitues që marrin shtesa mujore 30 deri në 45 euro. Ne kemi gjetë me 0 euro për 0 fëmijë, tash janë 30 deri në 45 euro për shtesa për fëmijë. Ngjajshëm janë shtesat për lehona. Pra kemi gjetë me 0 euro, kemi nisë me 170, ka shku në 325.90 cent, 325 euro 90 cent, dhe dje u ekzekutuan me 500 euro të rritura, pra në shtesa mujore. Dhe për një familje, kjo normal, që ka shumë antar të familje, se kryesisht mund të jenë fëmijë, pra fëmijët nuk mund të punojnë, dhe rrjedhimisht janë të varur nga prindrit që të përkujdesen për ta, ne jemi munduar që sa do pak ta lehtojmë këtë barë, pra që është një sistem i krijuar, është mas sistematike, nuk është mas ad hoc. Pra kjo del çdo muj. Dhe janë rritur. Ju besoj se ta që lejoni ju po tash. Unë ju ndëgjova deri në fund, megjithëse kisha mundësinë ju ndërprer çdo dytën fjalë. Edhe FMN-s dhe World Bank besoj i kuptoni që ato janë deklarime të sakta dhe lumtime të sakta. S'dia i keni kuptuar. Jo, si shpjegohet që na jemi vendi më i varfër pas Moldavisë në Evropë, me që ju keni bërë kaq për progres dhe përparime ekonomike për qytetarët e kësaj republike. Ajo është çështje tjetër. Çështje tjetër kemi të varfëra? Ajo është tjetër. Çështje tjetër që nuk ka të bëjë me varfërinë ajo. Me çka ka të bëjë? Pa përshës, se kemi dhura punë. Jo, veç me na jemi varfërinë nëse më lejohet me vazhdu argumentin se ju ndëgjova. Sa është fuqia Blerë, po patjetër. Tash Mysafiri para meje ke këtu edhe kallzoi tulli fat tregimesh edhe su ndërhy. Jo, nuk e ndëgjova. As nuk isha unë se me siguri. Kështu që kërkoj spoku, kërkoj mirësinë. Ai pa 30 minuta. Kërkoj mirësinë që argumentet që i shtroj pra mund t'i qaj dhe në fund, para se të ndërhyjet. Unë ju lash me përfundu dhe në fund. E pres të njëjtën. Ose nëse do ne bojmë edhe këtë diskutimin e hapur, pra pa respekt për njëri tjetrin, por pastaj duhet ta rishurtoj nëse do të vazhdojmë apo jo.
Gjithsesi, pra shtesat për fëmijë, shtesat për lehona, vetëm këto dy skema, pra janë 220 milion euro që i shtohen buxhetit të familjes çdo vit. Dhe synimi është këto të rriten, pra në mandatin e ardhshëm shtesat për fëmijë dyfishohen. Pra, e kemi thonë që do të bëhen, apo të thonë s'muni me i bë, pa të thonë 10 euro është pak limosh, kur u rritën, tash tjerë po i premtojnë, ata po thonë jo s'kena me hjek, se në fillim të ishin do të me hjek si s'bojnë, tash po thonë s'kena me hjek, po kena me rrit edhe na. Do të thonë fund po na kopjojnë. Pra masi i përqeshën, e thanë që s'bohen, tash po na kopjojnë. Tjetër, paga minimale. Besoj që pajtohesh është ndërhyrje në sistem. Paga minimale kemi gjetë 130 dhe 170 euro. S'keni pas çare pa e bo. Jo, çare s'kan pas ata tjerë për 11 vjet. S'keni pas çare pa e bo, sepse ju po e përmendi. Paga minimale, është vlerë nominale, apo në një si merit që kemi bo. Jo, s'keni pas çare pa e bo. Kemi kritikë edhe pse kemi bo. Jo, s'keni pas çare pa e bo. Sa është fuqia vlerëse? Paga minimale. Ju e kuptoni shumë mirë ekonominë dhe financat. Sa është fuqia vlerëse asaj pagës? Paga minimale kemi gjetë 130 dhe 170 euro. Sa është fuqia vlerëse? 130 dhe 170 euro. E kemi bo 350 euro, dhe si vjetë e kemi bo 425 e do të bo 500 euro në të rritë. Pra paga minimale është 3 fishu. Sa është fuqia vlerëse, jo vlerës nominale. Llogaritën e ju sa është 500 euro është 3 fishu. Na jemi afër Moldavisë me fuqi vlerëse, pra na jemi shumë poshtë. Ku kemi qenë? Pra, na jemi s'ka të bëjmë me fuqi vlerëse të ndryshe. Sa vite duhen qeverisje, sepse fuqia vlerëse ju dini shumë mirë. Fuqi vlerëse e statistikë. Statistika që thotë që 300 euro në vitin 2022 vlen sa 500 euro sot parafërsisht, atëherë kjo i bjen që ju nuk e keni rrit pagën minimale. Ju jeni përgjigj nevojave bazike të qytetarëve, me që inflacioni është i lartë. Po është problem diskutojmë gjithsej se domthon as nuk keni shifra, as nuk i kuptoni konceptet ekonomike. World Bank, po nuk është fuqia vlerëse ajo. Ajo është GDP per capita me metodën e fuqisë vlerëse. Po se paraqet fuqinë vlerëse. Dhe me metodën e fuqisë vlerëse. Vetëm timi po ju pyes juve sa është fuqia vlerëse në raport me pagën minimale. Po llogaritë tash, sa ka qenë inflacioni, e heq inflacionin edhe del paga reale. Inflacioni zoti Murati nuk llogaritet me një shtryrje horizontale 7.5% që është thati jo, sepse inflacioni në produkte bazë shumë më i lartë. Që ta jap shpjegimin këtij. Megjithatë, pra po flasim tek paga minimale që e ndikon kryesisht sektorin privat. Pra për herë të parë pas 11 viteve kemi rrit pagën minimale dhe besoj që duhet edhe na njihet merita për këtë. Po jo të mirë si kritik. Mja në sektori privat që i ka rrit, se ju, që më thonë Kallajekin, ju mundi me bë 2.000 euro, mos e kemi paguar sektori privat. Se e kemi bë gradualisht. Po nuk më rritë ju, jo kërkesa të tilla, madje jam kritikuar për vitin 2022, po 500 prej 170-ve. Sa ajo është sigurt ti me